il 16 dicembre dell'anno scorso io ho mandato una lettera di denuncia al primo ministro della Shqipëria. Në 16 dhjetor të vitit kaluar unë i kam dërguar një letër thot kryeministrit shqiptar dhe ambasadës. Sicuramente e ancora tutt'oggi nessuna risposta. Dhe sot nuk kam marrë akoma një përgjigje të kësaj letre. Per denunciare perché questa scelta di chiudere e cercare di vendere. Për të denoncuar gjithçka atë që ka ndodhur për që ka sjellë në mbylljen e lokalit. Kush janë këto? Chi sono queste cose dice per... Allora, mi hanno dato l'acqua nel mese fine luglio. Më kam prerë ujin sot në fund të korrikut. Dopo aver pagato tutti gli oneri che per legge spettano al nostro Dorbelese. Pasi kam paguar të gjithë taksat dhe përqindjet që i takojnë për ligj shtetit shqiptar. In più ho fatto 500.000 lek di investimento di tubazione, scavo e tutta la corrente per attaccarmi a un acquedotto pubblico donato da uno Stato straniero di un valore di 700.000 euro. Plus kam bërë një investim di 500.000 lekë që jam lidhur me një ujësjellës të një fshati, të cilën e kanë dënuar, kanë investuar me fjalë të huajt për këtë ndërtimin e ujësjellësit. Mi hanno dato l'acqua perché volevano 3.000 euro, come dite voi, di gioco, noi diciamo tangente. Dhe ma përren ujin thot dhe më kanë kërkuar 3.000 euro për... Zë, Marcela, më falë, sekund. Ju keni hapur një lokal tepër luksoz, që të funksionojë ai lokal, ne të gjithë kemi frekuentuar nga në rasti, edhe sinqerisht na bëhet qefi që ka një investim të tillë në afër një rrugë nacionale. Më konkretisht, përmendët faktorin ujë. Është një pengesë sepse pa ujë aty nuk mund të funksionojnë shërbimet. Cilët janë emrat konkret që u pengojnë ose u ka kërkuar rishfet në këtë për këtë problem? Të flasim më konkretisht. È un fattore, sono altri. No, dice questo è un bel investimento, dice che anche a noi fa piacere andare, uscire, andare a un bel caffè, no? Cioè, Cili është ka kërkuar lek per të lëshuar këtë kontrattën e ujit? Di questa cosa, quali sono i nomi che ti hanno appunto chiesto dei giovani? Il sindaco di Bubolino tramite il suo addetto responsabile all'acquedotto. Il sindaco di Bubolino. Un certo Toni. Vetë fjalë për komunën e Bubullinës, i komunës Bubullinë, kryetari apo sekretari? Jo, drejt për drejt, nëpërmjet njerëzve di që kanë thënë. Cilat janë arsyet që ai e pengon këtë gjë? A ka arsye domethënë të cilat e... Quali sono le ragioni che lui ha per tagliare questa acqua, secondo le carte, no? Lui dice che questo qui è un acquedotto privato che questa nazione che ha donato la Cipria al popolo albanese è di proprietà privata, gestito da un'associazione privata, per me è un'associazione a delinquere. Preteksti që ata nxirrin thot për prerjen e ujit është se ajo është një ujësjellës privat, të cilët e administrojnë vetë njerëzit e fshatit.